një projektues në vete për ujë, një projektues në vete për licencën për termetin. Efikasitetin e energjisë, eficiencën e energjisë, edhe kështu me radhën. Kjo është punë vetëm inxhinierike, s'ka pse ti vën 17 euro. Po çfarë ndodh tani? Ne shpikim ligje, domethënë ne bëjmë çdo gjë e bëjmë së mbrapsi. Domethënë për botën marrim vetëm atë pjesën zjarr bie edhe në botë. Pastaj pjesën mbrapa. Çfarë ndodh domethënë ata nuk e marrin nga bota, e marrin nga pjesa jonë. Thash ky problemi duhet filloj në themel, nëse një ditë duhet të arrim në analizë. Unë edhe nëpërmjet jush, edhe nëpërmjet atyre që kanë zë pak më të fortë se mua, jam munduar të them ato që di. Pra për atë raport që thash që merri instituti me universitetin, me një grup që këta i quajnë ekspert, se ta thash domethënë në Shqipëri ka më shumë ekspert se sa njerëz normal. U kopjua fjalë për fjalë nga një artikull, u përkthye keq. As instituti, as fakulteti, as universiteti, le që nuk mori masa për autorët, se plagjatura dënohet në Shqipëri. Por as nuk e hoqi raportin, në atë moment ai duhet ta kishte rrëzuar atë raport. E njëjta ngjarje ka ndodhur edhe këtu, se ke do marrin këta. O do marrin universitetin, o do marrin fakultetin, o do marrin institutin. Do bëj një raport ngjashëm. Ajo që kemi bërë është garancia e vetme për ato që do bëjmë. Këta kemi për bërë prapë. Ta që të vinte pika se sa thot kryeministri, se di ashtu le ta bëj këtu si prapë, domethënë te kjo. Jo, e kam në parim, jo në këtë rastin konkret. A funksionon kështu, domethënë që të nesër në zjarrit, pavarësisht se ai mirë apo keq e ndërtoi, si e ndërtoi, fakti që kishte një marrëveshje mes atij që shiti dhe atij që e bleu, ajo u mbyll para 5 vitesh. Tani që del kryeministri dhe thotë që duhet ta bëj ai, duhet të ketë një arsye. Tani arsyeja mund të ishte zbuluar më përpara që të ishin marrë masat ose për të. Shiko, zoti Balla, ne jetojmë në një vend ku kryeministri me Facebook na ka mbyllur 4 muaj brenda. Dilte në mëngjes, shkruante në Facebook, thoshte sot nuk do të dilni më se pandemia ka rrezik. Për çfarë bën çudi që shkruan Facebook, a kudo që ka folur, që do ta bëjnë ndërtuesi, mos u çudit ta thoj edhe ty do ta bëj zoti Balla. Nuk funksionon kështu. Domethënë ta bëjnë ndërtuesi. Po them, aty ka një hall njerëzish e institucionesh, prodhim materialesh e të gjitha domethënë. Ndoshta ndërtuesi pjesë e vetë ka bërë mirë. Ndoshta jo. Nuk e dim, po nga ajo që e fillon edhe mbyll kryeministri, si rastin e tërmetit fjala bie. Natyra e pabesë, ai edhe u mbyll ajo nga fillimi deri në fund me natyrën e pabesë. As morën vesh ai kishte ndërtuesja, projektuesja, kode të fuqia. Mund ta bëj, nuk është domethënë pjesë. Po me këtë që ju më thatë, më duket sigur kemi qenë me, unë nuk e kam jetuar atë kohë, por besoj që ju pak më shumë kemi qenë më të sigurt në kohën e para 90 ose Enverit me. Ja më sa kemi qenë të sigurt kohën e Enverit, apo ja pralla kod më vura më. Edhe kohën e Enverit shumë që më sojtës. Atë për të justifikuar, shiko, në kohën ajo oponenca ishte falsa atëherë. Ja marr kod më bet kod jam atë. S'kemi qenë asnjëherë, jemi këta, unë e thash edhe një herë. Pra nuk mund të ta bësh të gjithë veprimtarinë tënde si shqiptar, po produktin ta kërkosh si norvegjez, ashtu është shqiptar dhe edhe ai. Vije keq. Po keni shpresë që gjithë kjo padërti që është bërë me ndërtimet ka derman? Hiç fare. Po prandaj apo ikin dje me vajza. Ja po ta them 1960-ën ndodhi një tërmet në Marok, Agadir ka emra i qytetit. I çoi Amerika nga San Francisco 12.000-13.000 kilometra larg. I solli në Marok, e analizuan gjithë çfarë ndodhi, si u bë, çu bë. Nxorën përfundimet për 6 muaj bën kodin e ri. Për një ngjarje që kishte ndodhur në, po them, 12.000-13.000 kilometra larg. Unë s'po them që jemi amerikanër, se ne po jemi ku digjau sa Maqedonia e Veriut as Kosovë. Pra kjo që na ndodha, di që ka ndodhur tërmeti edhe në tani më duket se kanë ashtu, po bën gati 6-7 vjet nuk janë përditësuar kodet. Ishte asnjë gjë s'ka ndodhur, do të digjet një ndërtesë tjetër. Ku ndryshon kjo nga viti 2023? E njëjta, sepse kishte rënë zjarr edhe aty në gjendën godinë, kështu që.
E qa u bën nga i vite deri tani? U shtua edhe një licencë tjetër. Kaq, shto letra koda, kupton? Do vënohet e çik zbardhja e lejes? Po i që as leja nuk do vënohet fare, por do shtohen hallkat, do shtohen legët për, si më thënë, po ja duke folur pjesën legale. Se do futen ja 250 projektues. Aty në mes, kjo kosto do ju transmetohet qytetarëve, përfundimi do jetë ky. Do bjerë shi, do mbytemi, do bjerë tërmet, do prishemi, do bjerë zjarr, do digjemi, ka që thjesht. Kam dhe diçka të fundit. Zoti Balla, licenca e inxhinierit në Shqipëri, as diçka ti është inxhinier, nuk mund të jetë çdo kush inxhinier. Licenca e inxhinierit në Shqipëri jepet me lehtësinë e biletës së autobusit urban. Po e kam dëgjuar këtë. Merreni kamerën, shkoni tek komisioni. Se kemi edhe kështu, se prandaj thash domethënë. Komisione, komitete, fakultete, universitete, nuk e di se çfarë kemi domethënë, pra thash, po të fillojmë të numërojmë e u mbasim ndeshjen që është mbas 4 orësh. Po të fillojmë të analizojmë u mbas vetë 4 orë. Kjo është një temë e problem që nuk do mjaftoni 1 minutat, po sikur e thatë ju edhe ditët për ta analizuar. Uroj që kenë vesh për të dëgjuar ata që kanë përgjegjësinë. Po më lejoni të pyes edhe për diçka tjetër, duke qenë se problemet këtu janë të shumta dhe ishte zjarri ai që nxori 1 apo 2 nga problemet. A mund të listoni disa nga problemet tjera të ndërtimeve në Tiranë, duke filluar nga themeli, nga garazhet deri në lart nga hapësirat e tjera. Gjë, nuk i nxori zjarri problemet. Zjarri nxori për problemet për atë zotrin që po pinte kafe te pallati përballë. Se për inxhinierët ajo punë dihet. Dihet, pra është ka qenë me vetëdijshëm. Po padyshim që dihet. Padyshim që dihet. Ajo nuk nxori zjarrin në një gjë që ne nuk e dinim. Zjarri maksimumi nxori një postim Facebook tjetër. Domethënë kaq ka nxjerr zjarri. Sigurisht, e ca ekspertë si puna ime që do flasim me do bëjmë, domethënë kështu. Me këtë mes, pa nuk e se ka nxjerr gjë zjarri në gjithë domethënë ndërtesat e sotshme ndërtohen me materiale që i rezistojnë zjarrit. Garazhet, po them vetëm një gjë domethënë, parkimet nëntoksore, çdo mjet që është aty ka të paktën 50 litra lëmë djegëse. Pra një bombë Jo, më se është bombë fare ajo, nuk i çojmë dot në ato ti parkojmë në ish Jugosllavi. Poshtë pallati do t'i parkojmë. Mirë po do gjejmë mënyrën, pra prandaj ekziston inxhinieri për të gjetur zgjidhje. Jo për të bërë fotografi ka rënë zjarri, do të bëjmë gjithë. Për të gjetur zgjidhje, domethënë, edhe në qoftë se ndodh dëmet janë minimale, edhe në qoftë se ndodh një ngjarje e jashtëzakonshme, të ruajmë jetën domethënë. Tek ne është amanet Zotit, po ndodhi, po shtove mirë, po nuk shtove mirë prapë. Pra, do ngulmoj edhe një herë tek ajo që sa vite ose dekada do na duheshin që të ktheheshim në një qytet normal. Tirana. Shiko, ajo është një fjalë domethënë nëse i ke hipur trenit gabuar, domethënë rikuperimi bëhet në varësi të stacionit që do zbresësh. Një herë inxhinieria thash domethënë gjitha këto që ndodhin janë mbas karalliqe inxhinierike, të cilat stërpikat e cilave na kapin gjithëve, përfshi edhe mua, përfshi edhe njerëz tjerë që me dinjitet e kanë bërë këtë punë. Por që shumica është ndryshe. Që ta kthejmë inxhinierisë, për qytetin nuk di të flas domethënë, qyteti është shumë dimensional. Domethënë ka brenda një pjesë të qytetit është inxhinieria. Ka jetë sociale, ka jetë kulturore, ka jetë politike dhe unë nuk jam i zotit flas për qytetin, po për inxhinierin që ta kthejmë në Shina, duhet ta pranojmë një herë që jemi në rrugën e gabuar. Në qoftë se kjo ndodh, do duhet të paktën një dekadë që ne thash, të veprojmë të paktën sa inxhinierët e Maqedonisë Veriut. Qoftë se fillojmë sot. Në qoftë se vazhdojmë me zjarre bien edhe në Tajland, do duhet pak më shumë. Gjithsesi, po e mbyllim të bisedë me faktin që ju nuk shikoni shpresë ose në dritë fund tunelit. Ja. Fatkeqësisht jo, po e them domethënë, pra aktorët kryesorë, po të them domethënë, pra i thu institutit, universitetit, fakultetit,
që shiko se ky raport është i kopjuar, dhe as se ve u njëri në zjarr fare. Po them edhe diçka se të mora kohën. Jo, ngjarja më e madhe sismike që i ka ndodhur Shqipërisë, po themi ku kanë filluar instrumentat që qenë më para, po Shqipërisë në momentin që mund ta regjistronte, ishte tërmeti nëntorit 2019. Instituti i Gjeoshkencave, se për çfarë ekziston një zot e di se në Shqipëri vulkane nuk bie. Nuk e regjistroi dot ngjarjen. Po, e kanë pasqyruar mas disa vitesh dhe një raport. raport. Jo, shiko, zoti Balla, kjo nuk është një çështje do kudo. Po sira nuk doli njëri atje thoshte, na urdhë çelsa për ti. Kjo ishte përgjegjësia ime, unë nuk e bëra dot këtë punë. Urdhë çelsa tu po ikën vita deri tjetër. Kjo që thoni ju është e vërtetë. Dolën këta që thoni ju ekspert, tha na mos të subena një alli mas të tërmetot bjerë prapo për regjistrojnë atërë. Që ti besh, me këtë flasësh. Më mirë flasë në Facebook. Unë të falenderoj shumë për bisedën, faleminderit shumë për kohën dhe për mendimet. Thash edhe pak më lart që kjo është një temë shumë që nuk do mjaftoni minutat, por shpresoj që ndoshta duke nisur nga rasti i fundit të ketë një reflektim, sikur e thatë ju, nga institucionet, që të parandalojmë ndoshta një ngjarje tjetër të rëndë. Të gjithë jemi të dëshiruar që në një moment ndodhi kthesa, po nuk ka se kemi shumë sy për qatën e thënë drejtën, fatkeqësisht. Kjo është. Faleminderit shumë Erion. Faleminderit.